Noli përfaqëson një personalitet të shquar në historinë tonë. Me veprimtarinë e tij letrare dhe publicistike, ai lartësoi figurën dhe dinjitetin e shqiptarëve. Kurse me veprimtarinë e tij politike dhe diplomatike, u përkushtua pavarësisë, integritetit territorial të atë dheut, njohjes ndërkombëtare të shtetit shqiptar si dhe demokratizimit e modernizimit të jetës së shoqërisë shqiptare. Më 28 prill 1912, bashkë me Fajkonicën, është ndër themeluesit kryesor të shoqatës pan-shqiptare Vatra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vatra u përfaqësua me delegatin e saj më 4 të korrikut 1918 përpara presidentit Wilson, edhe fituam një nga miqtë më të mëdhenj, i cili e shpëtoi Shqipërinë nga Sovjetimi. Më 26 korrik 1919, Noli kthehet në atë dhe si i dërguar i diasporës shqiptare në SBA për të kontribuar në konsolidimin e shtetit shqiptar. Noli është kryetari i parë i delegacionit shqiptar në lidhjen e kombeve, ndër arritjet më të mëdha diplomatike të tij cilësohet pikërisht momenti kur Shqipëria u pranua antare në lidhjen e kombeve. Noli në emër të qeverisë shqiptare nënshkroi në lidhjen e kombeve në seancën e 2 tetorit 1921 deklaratën për mbrojtjen e minoriteteve në Shqipëri në zbatim të parimeve dhe dokumentave themelore të lidhjes kombeve. Po në këtë seancë ai ngriti përsëri para Këshillit nevojën e mbrojtjes popullsisë shqiptare në Greqi e Serbi, të mbetur jashtë kufive politik të shtetit të anë. Më 21 janar 1922, Noli u dekretua ministër i punëve të jashtme në qeverinë e Ilias Vrionit. Po atë vit, ai u bën nismëtar i autoqefalisë së Kishës Ortodokse Shqiptare. Mbas fitores revolucionit qershorit 1924, ai u bë kryeministër i Shqipërisë. Qeveria Noli u angazhua në disa reforma të guximshme demokratizuese në jetën e shtetit shqiptar, si në pikpamje të politikës së brendshme, ashtu edhe asaj të jashtme.